Reçi, një ndër fshatrat më të njohur të Malësisë së Madhe, njihet prej vitesh për kultivimin e gështenjës, një produkt që ka bërë të famshme këtë zonë në mbar vendin. Tradita mbjedhjes dhe përpunimit të gështenjës është trashëguar brez pas brezi, duke u kthyer në burim kryesor të ardhurash për shumë familje. Xhevahiri merret me kultivimin dhe pjekjen e gështenjave, të cilat më pas i shet tek vizitorët që vinë në fshat. Prodhimi i gështenjës ka qenë në më të mirë prej disa viteve. Vinë ka zona jugut, vini nga Shkodra shumë. Domethënë as vënë frikundum, sepse i kam rritë edhe vetë si vend. Prodhimet janë tana bio vetëm zonë streqet janë, si arra, si lethinja, si kështena, si vena çelekut. Nuk kanë gjëra të brezime këtu në Reç. Banorët shprehen se pavarësisht sfidave që sjell moti apo tregu, do të vijojnë ta ruajnë këtë traditë e cila është bërë tashmë pjesë e identitetit të Reçit. Si mjetë, prodhimi ka kanë shumë i marë, shumë i mirë. Edhe kanë shkuar, çmimi ka kanë jarësyeshëm. Kështeve ja këna po hojrin gjithmonë, këna marë kështenet, këna pas mushku, një veshimi kintal mushku dhe shoshim bërditës, në trosh me ndru me këllë mas, kile për kile. Se kështeja është një gjohë që është buk. Gështenja e Reçit vlerësohet për cilësinë e saj të lartë dhe shijen karakteristike, çka ka bërë një produkt të kërkuar në tregun vendas datë të huaj. Çdo vjesht, fshati gjallërohet nga aktivitetet e mbledhjes së gështenjave, një nga panajiret që promovojnë këtë pasuri natyrore të zonës.